Artan, kushtetuta ja një të drejtën partisë parë, pra Albin Kurti dhe vendosjes të vendos kryetarin e parlamentit. Pse duhet që ju të diktoni atij se kë do vendos? Ajo është përgjegjësi e tyre. Jo, Smarada, unë mendoj që këto është keqkuptimi i qëllimshëm të cilën lëvizja vendosje është munduar që ta injektojnë opinionin publik të Republikës së Kosovës. Kushtetuta dhe ligjet e Kosovës, praktikat parlamentare, thonë diçka tjetër, sepse partia fituese ka të drejtën e propozimit. Pra ka të drejtën ta propozojë. Dhe kjo nuk nënkupton që partitë të tjera patjetër me çdo kush, në çdo mënyrë duhet ta votojnë kryetarin e kuvendit, sepse ne po flasim për kryetar të kuvendit të Kosovës që është dashur me qenë një figurë unifikuese, jo përçarse. Dhe gjithmonë ka qenë kështu në Kosovë. Partia që i ka fituar zgjedhjet, e cila nuk i ka pas numrat në kuvend, dhe zoti Kurti nuk i ka numrat në kuvend, e fillon atë që shkruan edhe në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, pra e fillon dialogun, sepse dialogu dhe kompromisi janë në epicentër të Kushtetutës. Përmes dialogut dhe kompromisit jemi bërë të lirë edhe të pavarur, edhe kemi ndërtuar shtetëndërtimin. Dhe përmes kompromisit dhe dialogut konstituohet edhe kuvendi. Pra zoti Kurti nuk i ka numrat në kuvend, atëherë çdo lider racional, çdo lider i cili funksionon me bindje të thella dhe me vlera demokratike, i ofrohet partive të tjera politike në mënyrë të qytetëruar, në mënyrë të emancipuar, për të kërkuar mbështetje për kandidatin për kryetar të kuvendit. Çfarë kemi pa nga zoti Kurti ka qenë një arrogancë e papam, fyrje, përçarje, mlef, demonizim. Pra, ai po mundohet diktat. Ai po mundohet që përmes diktat, përmes dominimit, që të katapultojë një figurë politike siç është Albulena Agjiu në krye të kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe unë mendoj që partitë tjera nuk duhet ta lejojnë këtë, sepse kjo përbën një precedent të rrezikshëm për demokracinë dhe për shtetin e Republikës së Kosovës, sepse shteti i Kosovës nuk është ndërtuar mbi diktat dhe dominim, por është ndërtuar mbi dialog dhe kompromis. Fjalë të cilat zoti Kurti dal gadal besoj që do të mësoj, me që ka hyrë në një kurs intensiv për demokraci, për parlamentarizëm, dhe unë besoj që partitë të tjera janë, si më thonë, të bindura që kjo është rruga që duhet të ndjekum, me që ne kemi dhënë alternativa, Esmeralda. Do të thotë, Partia Demokratike e Kosovës, ndryshe nga gjitha partitë tjera politike, është treguar në një parti shumë zemërgjër, edhe është treguar që është e gatshme për kompromis, që është e gatshme për dialog dhe që është e gatshme për konstituim të kuvendit të Republikës së Kosovës. Ne ja kemi dhënë 40 alternativa zotit Kurti. Ai ka 40 alternativa. Dhe nga 40 alternativa ai zgjedh një, sepse është lideri vetëm i një partie politike, unë nuk një parti tjera politike në botë që kanë vetëm plan A. Partitë politike gjithmonë kanë edhe plan B. Po ndoshta e ka edhe zoti Kurti me plan B, të paktën shumë analistë thonë se i intereson kjo situatë deri në zgjedhjet vendore, dhe në zgjedhjet vendore thotë që ata e kanë mbajtur peng qeverinë dhe mbajtën peng Kosovën parlament. Ata do me thënë PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, po i referohen partive tjera. Po, unë mendoj që se çfarë synon Kurti është gjëja më e parëndësishme në këtë mes. Unë mendoj që ne duhet të orientohemi në bazë të dëshirave dhe interesit të qytetarëve të Republikës së Kosovës, dhe qytetarët e Republikës së Kosovës kanë nevojë për institucione, kemi nevojë për parlament, kemi nevojë për qeveri, dhe unë mendoj që në këtë prizëm Partia Demokratike e Kosovës ka dhënë shumë opsione, për të cilat ne mund të kalojmë këtë gërsh. Sot mund të votohet dikush tjetër nëse zoti Kurti është i vullnetshëm që të heqë dorë nga një figurë përçarse, nga një figurë e cila ka ndalur fondet për krerët e UÇK-s, nga një figurë e cila ka dështuar në 4 vjet qeverisje, dhe nga ministra të cilët, siç thash, çdo 24 orë janë në prokurori për të përgjigjur për krime dhe korrupsion.
dhe ata më shpesh po shkojnë atje se sa që vinë në kuvendin e Kosovës. Pra, kriteret tona që kemi vendosur janë kritere parimore. Ai ka 40 opsione, ka opsionin edhe të AAK-s, ka opsionin edhe të LDK-s. Pra, partitë të tjera kanë ofruar shumë opsione dhe tani kemi diku 5-60 opsione që zoti Kurti mund t'i adresoj, por ai nuk dëshiron, ai e ka planin A. Dhe mu kjo deri diku edhe me frikson, sepse vetëm organizatat terroriste kanë plan A dhe nuk kanë plan B, C e kështu me radhë. Unë mendoj që ai duhet i kthehet politikave racionale, të heqë dorë nga këto politika kamikaze të cilat tash e 20 vjet Kosovën e kanë shndruar në një vend të prodhimit të krizave. Dhe ne fatkeqësisht po japim edhe shenjat e një shtetit të dështuar, për cilën Serbia edhe Rusia ka investuar shumë gjatë pas shpalljes së pavarësisë.